Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Gatuaje edhe ti. Sot kam menduar të ndaj me ju recetën e qofteve. Për përgatitjen e qofteve, unë kam marrë 1 kg mish të grirë, si e shikoni, erza, pak sot buke, bukë të lagur më parë me qumësht, 2 kokra vezë dhe qep të grira në mikser. Tani mishi është në 2 pjesë, sepse pjesa e poshtme është mish i viçit dhe këtë e tregon dhe ngjyra e kuqe, ndërsa pjesa e sipërme është mish pule dhe këtë e kam marrë me qëllimin që edhe shihet të përzihen, por edhe të kontrolloj yndyrën. Pra janë 500 gram të dy kategorive dhe gjithsej 1 kg të plota mishi të grirë. Ndërkohë kam marrë dhe erza, 1 lug gjelle është me rigon, 1 lug çaj piper i zi i bluar, 3 thelpi njudhër, 1 lug gjelle krip dhe sot buke. Shumë pak sot buke, sa të marri pak dora ose maja i lugës, që do t'i shtohet qofteve. 2 copa buke, tulli i tyre është bukë e ndënjur në fakt, nuk është e sapo pjekur, megjithëse është bukë që e kam bërë vetë, bukë shtëpie, është rregjur në qumësht. Kjo bëhet që qoftet jenë më të buta. Pra, rregjja e bukës në qumësht bëhet me këtë qëllim. Ndërkohë kemi marrë edhe 200 gram qep të grira. Unë i peshova, meqense me 3 apo 4 nuk mund t'ja merrja masën, ndërkohë që kam edhe 2 kokra vezë. E fillojmë me vezët. Rrafim vezët. Dhe pasi ti kemi rrahur, i shtojmë tek mishi. Pra, 2 kokra vezë të rrafura i shtohen 1 kg mishi të marrë më përpara. Do të shtojmë qepën e bluar më parë në mikser. Se shikoni, është bërë pak a shumë si një salcë qepe, rreth 200 gram qep të peshuara, me qëllim që të mos ngatrohesha shumë me numrin e qepëve, pasi qepët mund të jenë ndaja ose të vogla, dhe më rezultoi që me atë masë që unë pak a shumë kam parasysh, sepse për ditë nuk e kam peshuar për vete, por më tepër për ju, e kam peshuar pasi e kam ngrirë dhe kam parë që rezultoi 200 gram qep për 1 kg mish. 1 lug gjelle rigon, 1 lug çaj piper, 1 lug çaj krip dhe 3 thelpi njudra, të cilat do t'i shtyp për t'ia shtuar masës. Pra, si shikoni, udhrat i kam coptuar më përpara dhe në këtë shtypsen e udhrave do të vazhdoj procesin e shtypjes së udhrave dhe edhe këto do t'i shtohen masës së brumit të qofteve. Vazhdojmë me radhë deri në përfundimin e të gjithë hudhrave. Dhe kështu i kemi shtuar të gjitha. Tani do t'i shtojmë edhe pak sot buke. Soda e bukës është për t'i mbajtur të buta qoftet, dhe sidomos kur i skuqni në vaj, ato duhet pinë më pak vaj, duhet thithin më pak vaj. Ndërkohë, këto copat e bukës që i kemi rregjur paraprakisht në qumësht, do të fillojmë t'i thërmojmë për t'ia shtuar masës së brumit të qofteve. Kështu me radhë, pra shtrydhim pjesën e tepërt të qumshtin nuk e shtojmë tek masa e brumit, dhe në të shtojmë bukën e thërmuar. Si shikoni, pothuajse aq qumësht sa i shtuam në fillim, diçka më pak natyrisht, se një pjesë e ka thith buka, ka mbetur në fund, nuk e shtojmë. Vazhdojmë me 3 lug vaj ulliri. 3 lug gjelle vaj ulliri. Tani pse i shtoj? Vaj ullirit i shtohet më tepër për të shtuar pak sasinë e yndyrës. Unë si thash, kisha marrë mish viçi, në fakt e kam marrë me 1% yndyrë pak të ullët, gati 30%, dhe mish pule. Duke i shtuar vajin e ullirit, i kam shtuar sasinë e yndyrës, por edhe të yndyrës së shëndetshme.
Tani, pak a shumë, të gjithë e dim që mishit i jep shije yndyra. Duke i shtuar vajin e ullirit, qoftet do të kenë yndyrën e nevojshme, nuk do dalin të thata, ndërkohë që dhe shija e tyre do t'jetë e mirë, por do t'jenë dhe të shëndetshme. Dhe me këto 3 lugë vaj ulliri, ne pak a shumë kemi mbaruar punë me sasinë e vajit që do na duhet për qofte, sepse siç do të shikojmë, qoftet unë nuk do t'i skuq, por do t'i pjek. Pra do t'jenë shumë të shëndetshme, përveç se do t'jenë të shijshme. Pra nuk do t'i skuqim. Ndërkohë unë kam shtuar edhe pak piper të kuq të bluar, që është piper djegës. Kjo është opsionale, sepse kjo varet nga dëshira e çdo njeriut. Kam shtuar dhe pra si shtash një lugë të vogël me lugë kafe me piper të kuq të bluar, i kam përzier dhe me këtë qesen e kuzhinës i mbulojmë dhe e lëm të paktën për 2 orë në frigorifer te ftofja. Sa më shumë të ri, aq më mirë. Unë e kam përgatitur dhe një natë më parë, e kam lënë në frigorifer dhe të nesërmen i kam gatuar. Thash të paktën 2 orë duhet të rinë që të krijohet një masë e mirë konsistente dhe ato lëngjet e tepërta, ato mishit të janë thithur nga buka dhe nga këto të tjera që i kemi shtuar. E kam marrë një tavë pjekje dhe kam shtuar një letër pjekje kuzhine. Do t'i jap formë brumit të qoftes duke i lyer më përpara duart me ujë. Pra pas i kam lyer me ujë dhe jo me vaj, marr një masë mishi, jap formën e rumullakët dhe në këtë mënyrë kam krijuar qoften e parë. Dhe vendosim mbi letrën e kuzhinës. Tani në qoftë se ju nuk keni letër kuzhine, tavën paraprakisht lyeni pak me vaj dhe kjo do të mjaftoj për pjekjen e tyre. Pra nuk do ju ngjiten, mos keni merak. Nëse tava është e lyer paraprakisht me vaj, ato nuk do të ngjiten. Dhe kështu të vazhdojmë edhe me masën, me gjithë masën tjetër të brumit të qofteve, derisa përfundojmë t'i japin formën e dur të gjithë qofteve. I kemi renditur në mënyrë tillë që të mos takojnë me njëra tjetrën dhe në fund fare i shtojmë nga një pikë vaj secilës qofte sipër. Pra, një pikë vaj kaq mjafton që ato të piqen. Pasi i kemi spërkatur me nga një pikë vaj të gjitha qoftet, një nga një, atëherë do të fillojmë pjekjen. Pjekja do të bëhet në një furrë të paranxeur, më parë, në 200 gradë, në qendër të furrës, me të dyja rezistencat e ndezura për rreth 50 minuta. Pasi të kenë kaluar gjysma e kohës ose 25 minutat e para dhe ju e shikoni që në sipërfaqen e tyre qoftet kanë filluar të skuqen, atëherë do t'i kthejmë qoftet që t'i japim mundësi të skuqen nga të gjitha anët, pra të marrin këtë ngjyrën e bukur të artë në të gjitha anët. Se sa doni t'i skuqni, shumë apo pak, kjo varet nga dëshira juaj. Po unë them se 25 minuta në të dyja anët mjaftojnë. Pastaj kjo varet edhe nga soba natyrisht. Pra, i kthejmë nga të dyja anët, japim mundësi që të dyja anëve të skuqen dhe kaq do të mjaftojnë që ato të jenë të bëra. Si shikoni, edhe vaj që kanë lëshuar ose ndyra shumë e pakët dhe natyrisht është edhe më e shëndetshme në këtë mënyrë. Vazhdojmë pjekjen edhe për gjysmën tjetër të kohës dhe pasi kanë kaluar edhe 25 minutat e tjera, të paktën me aq sa më ka rezultuar mua me sobën time, ky është rezultati final. Këto kanë marrë qoftet këtë sipërfaqen krëtse dhe njëkohësisht edhe të shijshme, janë bërë të shëndetshme sepse nuk kemi përdorur vaj me përjashtim të 3-4 lugë gjelle vaj ulliri dhe kemi evituar njëkohësisht edhe atë tymin e qofteve sepse era e mirë e qofteve dhe në pjekjen e tyre me sobë do të vazhdoj të ndihet në shtëpinë tonë. Pra si që shikoni, ato janë pjekur nga të gjitha anët dhe ju garantoj që janë bërë dhe të shijshme. Pastaj shërbimi i tyre se si mund të servirni ato janë mënyra të ndryshme, me pilaf, me patate të furrës. Kjo varet pastaj nga dëshira juaj. Unë ju falenderoj që më ndoqët
në kanalin tim dhe uroj të shifemi së shpejti sërish. Mirupafshim.